Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë në këto momente rreth aktivitetit të SPAK, dosjeve më të bujshme që po heton SPAK, por gjithashtu edhe për politikanët që janë vënë para drejtësisë, si do të shkojnë proceset ndaj tyre. Të gjitha këto do t'i diskutoj me Adriatik Dolçin, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për ftesën. Pas një mungese të gjatë. Tam politikanë të vënë para drejtësisë. Si do të shkojnë proceset e tyre, sepse jo më larg se dje është caktuar trupa gjykuese për zotin Berisha, për kreun e opozitës, ndërkohë që ka patur reagime të shumta për një nga antarët e kësaj trupe. SPAK-u ka avancuar me dy procese më të rëndësishme, që ka të bëjnë me një nga misionet e tij, pra se dy misione ka kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra për misionin kundër korrupsionit, ka avancuar me dy procese që identifikojnë domethënë edhe punën e SPAK-ut, që është procesi ndaj Ilir Metës, që janë mbyllur hetimet dhe është marrë i pandehur, dhe procesi ndaj Sali Berishës që është çuar në gjykat, pra gjykata ka vendosur kalimin për gjykim, duke konfirmuar me këtë vendim hetimet e SPAK-ut, por sigurisht që nuk është një vendim fajësie. Patjetër. Është një proces i gjatë. Gjykatë një trup tjetër gjykuese, atë do vendoset në apel. Kur vendoset apeli, pastaj konsiderohen si të dënuar me vendim të formës prerë. Ka patur me zgjedhjen e trupës gjykuese, ka patur disa pretendime që mund t'jenë të një anshëm ose janë simpatizantë, si thuash, të Partisë Demokratike, duke parë vendimarrjen e këtyre tre gjyqtarëve që kanë marrë vendime të rëndësishme kundër krimit të organizuar, pra kanë marrë vendime për dosjen e Avdylleve, për Vangjur Dakon, për Ilir Beqan, pra për procese shumë të rëndësishme, pavarësisht se nuk i përkasin opozitës. Unë i vlerësoj gjyqtarë që janë me integritet dhe të pa përfolur si thua. Nëse një familjar i një gjyqtari kandidon ose një kushërir kandidon për një logo të një partie të caktuar politike, konkretisht të Partisë Demokratike, nuk mund të themi që është e kompromentuar. Pra, unë dua që t'jemi realist dhe me këmbë në tokë dhe mos ta politizojmë pra si proces. I shikoj të tepruar si dhe paragjykuese. Duhet parë pastaj vendimarrja, plus që këta nuk do të vendosin për fatin përfundimtar të Sali Berishës dhe Jamar Maltezi. Pra, do kemi sido që tjetë vendimarrja e kësaj trupe gjykuese, që dy gjyqtarët kanë kaluar, duhet theksuar, kanë kaluar pas një lloj problemi dhe eksesi procesin e vetingut. Sido që tjetë kjo vendimarrje, do të vendosë pastaj gjykata apelit dhe secila palë do ketë një lloj ankimimi, edhe nëse do dënohen me një vendim vendim gjyqësor me një mas burgu të caktuar, mund të kemi një ankimim nga SPAK-u për të rritur masën e dënimit. Dhe nga ana tjetër do kemi sigurisht një ankimim nga pala në proces, Berisha me Dhëndrin, për ta çuar në apel. Për mua më e rëndësishme në këtë proces është fakti që ka nisur, që ka shkuar për gjykim dosja. Fakti që ka shkuar për gjykim pas një zvarritje 6 mujore që u tentua që të shtyhej pas zgjedhjeve lokale, pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, dhe kjo gjë u arrit, pra kishte një lloj zbutje dhe nga ana e gjykatës, një lloj stepje le të themi. Një lloj tërheqje, por t'ia dhënë këtë lloj mundësie që mos ndikonte, kjo vendimarrje mos ndikonte në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, dhe kjo gjë u arrit. Pastaj u vendos kalimi për gjykim dhe do të vendos kjo treshe, kjo trup gjykuese. E rëndësishme është për mua dhe për publikun, është prova që ka mbledhur SPAK-u për të konfirmuar dhe për të mbështetur akuzën që ka ngritur, që është një akuzë e rëndë për Dhëndrin e Sali Berishës, Jamar Maltezi, pastrim parash dhe korrupsion, dhe akuzën për Sali Berishën që është për korrupsion, që është sërish një akuzë
e rëndë, edhe pse mbase për shkak të moshës, nëse do kemi një vendim, nuk rrezikon të shkojë në burg, por një vendimarrje në apel, që mund të merret mbase pas 2 vitesh ose pas 3 vitesh, e nxjerr automatikisht jashtë politikës, sepse ne kemi parë edhe në rastet e shpërdorimit detyrës dhe të korrupsionit, që gjykata përveç masës dënimit jep edhe një sankcion shtesë, si dënim shtesë, që është përjashtimi nga funksionet publike dhe aktiviteti publik, po themi se politik nuk e ndalon dot, për një periudhë caktuar që mund të jetë deri në 5 vite, që nëse do të kemi një vendim nga apeli, për atë formës prerë që shpall fajtor Sali Berishën, ky vendim do ta nxirrte përfundimisht jashtë politikës, duke parë edhe moshën e tij, për mua inshallah jeton 200 vite, por po bën 82 vjeç. Në moshën, rreth moshës 85 mund të merret një vendim nga gjykata e apelit, sepse ky proces do zgjatet në kohë, besoj. Dhe nëse do të merret një vendim i tillë, i bie që deri në moshën 90 vjeçar mos marr pjesë mos jetë pjesë e parlamentit, si thua. Ne po themi për hamendësimet çfarë mund të ndodhë, sepse mund të marrë edhe pafajësi në 2 shkallë dhe nuk mund ta paragjykojmë si proces. Si e keni parë ju gjuhën e zotit Berisha, gjuhën e vrasë të përdorur ndaj kreut të SPAK edhe ditën e djeshme? Ne e dim që të hënën e partet të tretë të çdo muaji, zoti Berisha duhet të paraqitet pranë prokurorisë posaçme. Atëherë, është hapur një konflikt interesi. Pra, Sali Berisha nuk është rastësisht non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është për 3 motive: minimi i demokracisë, përdorimin e pushtetit për pasurimin e familjes dhe shantazh ndaj drejtësisë. Pra janë 3 komponentë dhe shantazhi ndaj drejtësisë e ka patur si në fokus dhe armën e tij dhe në armën e tij kryesore që kur erdhi në pushtet në 92-shin. Ne kemi parë historikun se si e përndoqi Zef Brocin dhe mori mbrojtja ambasada amerikane dhe u largua nga arena si i shoqëruar nga përfaqësues amerikan, sepse nuk marrë një vendime siç i donte Sali Berisha. Kemi parë pastaj shantazhin që i bëri Arben Rakipit në vitin 2002, vetëm sepse nisi një hetim për aferat korruptive të Ilir Metës dhe bashkuan votat bashk për ta duke e shkarkuar. Pastaj sulmet ndaj Dhori Sollakut, pastaj sulmet e vazhdueshme ndaj kryeprokurores Ina Rama, vetëm sepse nuk tërhoqi urdhra arrestet për 21 janarin, që ja kërkoi përmes Lulzim Bashës. Sulmet ndaj Ardian Dvoranit, vetëm sepse Ardian Dvorani nuk ju bind mesazhit të tij duke votuar. Ishte i vetmi antar i gjykatës lartë që votoi kundër pafajësisë së Ilir Metës në janar të vitit 2012. Kemi pastaj sulmet ndaj Irena Gjokës, ndaj Altin Dumanit, sepse janë gjyqtarë që kanë marrë, gjyqtarë dhe prokurorë që kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë vendime dhe kanë marrë pjesë në hetimin e aferave korruptive të familjes së tij. Pra është në konflikt interesi, është në vijimësi të strategjisë së tij politike. Sigurisht që është një hipokrizi politike, sepse nuk mund të thuash një gjyqtar që merr një vendim, për shembull pro familjes, siç ishte Fiorella Davidi, pavarësisht se pastaj kaloi gjykatën dosjen për gjykim, ta shpallish gjyqtare që nuk ju dorëzu narkoshtetit të mafjes së Soros dhe etj. Dhe një gjyqtar që merr vendim kundër familjes, ta shpallish pastaj organizat kriminale etj. Pra është me 2 standarde në varësi dhe pra në reflektim të hallit të tij familjar. Unë besoj që kjo është e vërteta, sepse operon me 2 standarde. Gjyqtarët që i përulen familjes, siç ishte edhe gjyqtarja Iliriana Oldashi që liroi dhëndrin nga arresti shtëpiak. Pra gjithë të gjyqtarët që kanë marrë vendime pro familjes, ose prokurorë që kanë pushuar çështje, sepse janë pushuar edhe shumë çështje tjera, për hidrocentrale, për vjedhjen e Floririt etj., janë shpallur si gjyqtar dhe prokuror me integritet.
gjithë ata që kanë marrë vendime kundër familjes këtë kosto, janë anatemuar. Dhe kjo është i lloj sjellje politike që reflekton hallin e tij familjar. Të gjithë prisnin, duke u bazuar dhe tek statuti, që kryetari i partisë kur humb zgjedhjet të jap dorëheqjen. Kjo nuk ndodhi me zotin Berisha, pasi këtë proces e konsideron si një farsë. Nuk një rezultatin, e prisje këtë zhvillim, këtë reagim të Berishës, dhe çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike, se duket që ka një luftë ashpër mes atyre që konsiderohen si eksponentët kryesor dhe besnikët më të mëdhenj të zotit Berisha dhe atyre që ishin pjesë e listave të hapura, por nga bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, morën një rezultat të kënaqshëm, janë kuotuar mjaft lart dhe me sa duket janë në qendër të sulmeve. Parimisht, gjithë kolegët tanë gazetarë për studiet televizive kanë të drejtë që e referojnë të Nenin Basha, sepse e përdori si një lloj. Është trumbetuar, po. E përdori si një lloj alibie për të larguar Lulzim Bashën, pasi i doli kundër, sepse Lulzim Bashën e kishte administrator te partia, dhe momentin që administratori filloi të devionte rrugën, sajoi këtë gjë, pra është një lloj hipokrizie dhe mungesë thellë sinqeriteti dhe fyerje për të gjithë antarët e Partisë Demokratike, të cilëve ish ambasadori Jurikim u tha mos hani bar. Pra kjo është një lloj mesazhi që vazhdoni hani bar sepse unë bëj çat dua vetë dhe sajoj lloj alibie. Po praktikisht Berishës nuk ka të drejtë askush t'ia kërkojë ndërheqjen. Do thoshni pse? Sepse me këtë zgjedhje, pavarësisht se ka humbur rreth 200.000 vota, dhe unë besoj që si që ishte rezultati më i mirë në 2021 që nuk do të arrinte kur, edhe këtë rezultat që ka arritur të herë nuk do të arrijë më kur, besoj unë, sepse është vetëm në rrudhje. Pra është që nga 2011, po të referohemi shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është vetëm në rënje, pra si parti. Dhe nuk kanë bërë asnjëherë analizë. Dhe këto, duke ditur këtë lloj trendi, këtë lloj braktisje, ai ka bërë maksimumin dhe me këtë zgjedhje besoj që ka arritur të gjitha objektivat real të tij, që sigurisht që nuk është kur marrje e pushtetit. Jo se nuk e don pushtetin, por nuk ka praktikisht asnjë lloj mundësie për të bërë përmbysjen, për të bërë përmbysjen me një diferencë që tashmë, me një hendek që tashmë ka shku 300.000 vota. 300.000 vota. To pastaj treni bulgar i vodhi, i blen votat janë pralla. Do të thonë votat këtu në Shqipëri, Partia Demokratike ka 27 deri në 30%, PS-ja ka 1% më të madhe, ai që është në pushtet merr një numër të caktuar votash, sepse sigurisht që përdor shtetin dhe administratën, që është një ushtri e madhe me punonjës që ka shkuar nga 85.000 që ka qenë para disa vitesh, tani ka shkuar 150.000. Pra ka një lloj, partia në pushtet gjithmonë ka një lloj e përsie dhe në vota duke përdorur asetet shtetërore. Dhe këto e ka bërë PD-ja përpara, tani e bën PS-ja, por gjithmonë opozita ka edhe një favor tjetër, sepse duke qenë partia që është në pushtet krijon pakënaqësi dhe krijon kosto nga aferat korruptive, pra pakënaqësi në popull. Këtë gjë nuk ka arritur ta konkretizojë dhe ta përkthejë në vota.